Ne do të kthehemi në studio, do të flasim për zhvillimet nga gjyqësori dhe nga politika. Është bashkuar me në studio avokati Kujtim Cakrani. Avokat, shumë faleminderit që me ne. Faleminderit Gjoj. Kënaqësia ime. Mirë, unë po nis bisedën nga një çështje shqetësuese që ka të bëjë me hakerimin e disa dosjeve dhe të dhënave nga Spaku, fol për goditjen e emaileve, por jo për prekjen po themi të serverit qendror. Ishte dëmtuar takoj dhe adresa e kreut Spakut zotit Dumani. Çfarë të bëri përshtypje, mendon se mund të jenë dëmtuar procese hetimore, ka patur dhe persona që janë vënë në arrest për veprën e sulmit kibernetik. Po. Gjoj, shiko, para disa muajsh kam dëgjuar një intervistë të prokurorit antimafjes Gratieri, pikërisht për hakerimin që ju bëhet kërkohet, të bëhet institucioneve dhe sidomos institucionit akuzës. Ai e shpjegonte në këtë mënyrë. Thosh që ne kemi në sistemet tona të prokurorisë e kemi të ndarë internetin nga ministria. Pra kemi të mbyllur ciklin brenda, pra internetin e marrimi janë, e kemi aty të instaluar dhe cikli jonë është i mbyllur dhe askush nuk mund të hakerojë të futet dot. Sidomos te prokurorët. Prokurorët do të kuptojnë diçka qytetarët. Prokurorët kanë dosjet fizike, kur administrojnë provat, kanë dosjet fizike, ato dosje fizike ata i skanojnë dhe i hedhin në materialet e tyre që i mbajnë në kompjuter, në desktop, në PDF e kështu me radhë. Pra i mbajnë në kompjuter, në desktop, po i mbajnë edhe në USB. Pra janë USB të mëdha të cilat i mbajnë sepse për çdo dosje, për çdo të pandehur ose për grup personash, ata kanë dosjen e tyre. Të thuash tani që ka hyrë dikush te kompjuteri i prokurorit dhe ka marrë atë dosje, ka marrë 2, 3, 4, 5 dosje, kjo është e papranueshme dhe pa konceptueshme. Ai mund të hyjë të hakeroj emailin, po nuk hakeron dot dosjen, sepse emaili do të kuptojnë dhe diçka qytetarët. Prokurorët nuk punojnë, siç punojmë dhe ne avokatët, emailin e përdorim për të kërkuar informacione ose për të patur një komunikim të brendshëm, por informacionet dhe hetimet nuk bëhen me anë të emailit. Bëhen me anë të kërkesave që bëhet dërgojnë institucione për ma informacion, për Gjojin, për XY-in, dhe me jashtë Shqipërisë i kërkohet me anë të letër porosisë. Pra, kërkesat bëhen fizikisht, nuk bëhen me post elektronike. E solla këtë në vëmendje për thënë që nuk është e mundur që dikush të hakeroj dhe të marri informacion mbi dosjen, po nuk desh prokurori ta nxjerrë dosjen. Kjo është, pra, do ta mbledhin mendjen qytetarët që të thonë që shiko se aty u hakerua. Absolutisht jo. Ka ndodhur, mos harrojmë, në prokurorinë e Durrësit, disa, mos gaboj pak vite më parë, që u vodh kasaforta në prokurori të një prokurori ose kasaforta e disa prokurorëve, ose posta mund të themi, që kishte ata ka një postë të veçantë që marrin, dërgojnë dhe marrin informacione, dhe asgjë nuk u bë. Por edhe ky rast është si ai rast që prokurorët nuk mundet dot ti të vjedhësh të dhënat nga sistemi, sepse ata nuk i kanë ato në postën e tyre elektronike, i kanë në desktop. Pra i kanë në database-ën e tyre që i ruajnë në kompjuter dhe të futesh database me një këdo lloj eksperti është e pamundur që ti kontrollosh dikujt desktopin. Kjo është historia. Dhe kjo ka të bëjë padyshim që sepse emrat kanë dalë, personazhet kanë dalë, kush dosje ka qenë në hetim ka dalë, dhe nga të gjitha informacionet dhe nga të gjitha informacionet besueshme janë që dosjet kanë dalë për të bërë qok personave që shikoni, ne kemi arrit në fazën përfundimtare dhe tashmë nuk ka mbetur gjë që juve të marrin përgjegjësi penale. Pra u kanë bërë një favor atyre personave të cilët do të janë në hetim që të marrin masa, të fshijnë provat, të fshejnë provat, ndoshta të fshihen edhe vetë fundja, por është e pamundur që dikush ka hakeruar kompjutrat e prokurorëve. Megjithatë, avokat, sa shqetësuese është diçka e tillë, duket sikur kundër përgjigjja ka qenë e ashpër dhe e shpejtë. Shiko, që të arrestosh persona nuk është ky thelbi. Problemi qëndron që duhet hetuar këto dosje skandal me dëshirë, kanë dalë sepse ka qenë një komplot qoftë nga dikush tjetër që ka pasur akses, po jo akses kibernetik në kompjuterin e prokurorit, pra duhet hetuar gjithë sistemi brenda. Kush person, kush individ, kush grup personash, patjetër mund të jetë një komplot i brendshëm për të që ka marrë këtë informacion dhe ja ka dërguar dikujt. Unë nuk e përjashtoj faktin që
politika, persona të ndryshëm, biznesmen dhe kushdo tjetër, kanë interes që të marrin informacion nga SPAK-u për hetimet që mund të zhvillojnë ndaj tyre. Dhe kjo është e pranueshme. Ka shumë kontroll mbi prokurorët, mbi agjentë e BK-s dhe punonjësit e strukturave të reja. Madje u përgjohen dhe fëmijët në një farë forme të afërmit e kështu me radhë. Shiko, prokurorët e BK-s, prokurorët edhe oficerët e BK-s kontrollojnë në mënyrë permanente, ditore, mujore, në çdo minutë, çdo sekond gjyqtarët. Veten e tyre, ata nuk e kontrollojnë. Prokurorët nuk hijetojnë kolegët e tyre. Ky është një postulat i pashkruar në sistemin akuzator në Shqipëri. Ky ata me të drejtën që u ka dhënë edhe ligji që është bërë në vitin pra ligji që u miratuan 2016, por edhe rregullimet ligjore që janë bërë më pas, u ka dhënë të drejtën prokurorisë që të hetojë gjyqtarët edhe gjyqtarët të cilët jo vetëm të gjykatës së posaçme, por edhe gjyqtarë të tjerë. Dhe kështu që kjo është ajo ngërçi që të cilën ne kemi folur dhe vazhdojmë të themi që prokurorët u ka dhënë një fuqi të kundralishme, të mbilishme mund të themi, që të hetojnë edhe gjykatat. Prandaj sot sistemi ynë i dhënies së drejtësisë është në një frikë të përgjithshme për sa i përket dhënies së drejtësisë, sepse SPAK-u, prokurorët e SPAK-ut nuk hetojnë kolegët e tyre, nuk hetojnë oficerët e BK-s, sepse me ata punojnë dhe hetimi vetëm që bëjnë është ndaj gjykatës. Dhe kështu që të harrojnë dhe qytetarët që mund të dali informacioni aty me anë të hakerimit. Ata persona të cilët ka bërë ata, unë i njoh, ata dy unë i njoh, që ka qenë drejtor burgut të Vlorës, që është arrestuar, nuk e kanë as kapacitetet e tyre të nga ana e formimit profesional, që të kenë mundësinë të hakerojnë dhe të futen në sistemin e prokurorisë. Dhe mos harrojmë, që të futesh në sistemin e prokurorisë, pra të hakerosh prokurorin, duhet duhet të kesh, si thonë, jo vetëm mundësinë, por edhe guximin që ti mund të futesh në sistemin e prokurorisë, sepse imagjino tani ti, njëri mund të marrë guximin dhe të filloj të hakeroj duke ditur, sepse një që është specialist, e di që duke kërkuar, duke hakeruar atë institucion, ti do arrestohesh. Sepse ti nuk po hakeron aty një institucion që nuk ka rëndësinë e organit të akuzës. Ti po hakeron, kërkon të hakerosh një institucion i cili nesër ty do të marrë në përgjegjësi penale ashtu siç i ka marrë ata. Prandaj unë them që është e pamundur që ata të cilët janë në përgjegjësi penale, shlidhje ka tani një ish drejtor i një burgu periferik, se para burgimit i Vlorës nuk është as burg, të merret të kërkoj informacion ose të ketë akses në prokurorinë e posaçme. Pra është e pa logjikshme dhe analizë të bëjmë, përsëri nuk na rezulton që të ketë ai akses te prokuroria e posaçme, kur sistemi i prokurorisë posaçme është një sistem unik, është një sistem i mbyllur dhe mbi të gjitha është një sistem i mirë menaxhuar dhe mirë kontrolluar. Kështu që nuk bind askënd kjo. Unë mendoj që ato dosje kanë dalë, pa analiza ime më çon aty, jo se duhet ta them këtë gjë, por nga analiza që bëj duke njohur edhe si funksionojnë këto institucione, mendoj që ato kanë dalë, pa dashje me dashje, ato unë nuk e di, mund të jem magjistar, po them që e kanë bërë me qëllim që të nxjerrin të dhënat dhe t'u thonë atyre që po hetohen, shikoni, jeni përpara kësaj situate, merrni masat tuaja. Avokat, se takon zgjedhjet e ardhshme, ka dalë një lajm që zotit Meta i është kthyer mbrapsht formulari i dekriminalizimit, pasi sipas po themi kontrolluesve nuk është deklaruar një akuzë mbi Metën se i takon kryengritjes në vitin 1992. Si e sheh diçka të tillë? Po flasim për një ngjarje 33 vjet më parë dhe... Kush nuk e ka deklaruar, zoti Meta? Zoti Meta, po. Po ja do ta deklaroj. Kam përshtypjen për ngjarjet në Shqiptar që ka qenë hetuar atëherë, ngjarja Poliçanit. Jo, atëherë ka qenë një ngjarje, dhe unë nuk është se kam qenë shumë i madh në atë kohë. Ajo është një ngjarje e cila me zoti Meta, ngjarja Poliçanit quhet, për ta ditur gjithë. Zoti Meta pati u hetua atëherë, ku president ishte zoti Berisha.
u hetua për atë ngjarje sepse u mendua që ai përgatiste një, mu themi, përmbysje të rendit kushtetues të kohës dhe u morë në përgjegjësi penale, por unë nuk kam informacionin dhe nuk besoj që zoti Meta ka patur një dënim penal, pra një vendim të gjykatës formës pret. A duhen deklaruar dhe proceset apo se përmendet edhe audio përgjimi me Dritan Priftin të ndjerit? Ato janë pjesë që a ke qenë i hetuar më parë. Dhe nëse dikush ka qenë i hetuar, më parë kjo nuk do të thotë që ti, sepse thotë ke qenë i hetuar, i dënuar në vendet Bashkimit Evropian ose jashtë Evropës ose edhe në Shqipëri. Pra, ky është pjesë edhe formularit të dekriminalizimit. Por për mua, edhe ligji dekriminalizimit është ligji antikushtetues, por megjithatë është problem tjetër. Nuk e di pse duhet ta fshej zoti Meta, po dhe pse duhet ta deklaroj për një gjë që je i pafajshëm. Sepse fundi fundit dhe prokuroria, po edhe KQZ-ja, këty të kërkon gjendje gjyqësore, pra të kërkon certifikatën që ti je për pastërtinë tënde të figurës nga pikpamja e dënimeve penale. Nëse ai aty ka dorëzuar paraqet dokumentin e gjendjes gjyqësore, që është i padënuar ose i rehabilituar, nuk besoj se duhet të ketë më diskutim për ta pranuar edhe për ta firmosur. Gjithsesi, këto janë teknikalitete, qofshin këto edhe për ta bërë publike, për ta diskutuar në media, edhe për ta dëmtuar zotin Meta apo këdo tjetër, nuk ka rëndësi, sepse edhe në zotin Prifti, pra në çështjen e zotit Prifti, doli pafajshëm, ashtu edhe me sa di unë në vitin 1992 që u hetua pati problematika e kështu me radhë, ka dali pafajshëm. Kështu që nuk besoj se ka më rëndësi se edhe sikur ato janë vepra penale që janë parashkruar. Edhe sikur, për shembull, po ta marrim të mirëqen, që 92-shin deri sot, ka kaluar 23 vite, edhe sikur ato janë parashkruar. Kështu që nëse këtu ne shfuqizojmë, duam s'duam. Me këto debate... 33 avokat për shumë. 33 vite është parashkruar edhe vrasja. Vrasja diti ka 20 vite të parashkruat. Kështu që nuk ka më kuptim përveç se ta diskutojmë në studio edhe për ta bërë objekt mediave, klikimeve e kështu me radhë. Avokat, çfarë pret nga Meta pas hekurave në aspektin politik? Mendon se mund të fitojë një karrierë deputeti? Shiko, vazhdoj të them, ndaj presidentit Meta, se unë duhet të them president në atë statusin që ai është, pavarësisht se është në një status në statusin e tij tani është person në hetim, presidenti Meta po mbahet në burg për inkuzicion. Thjesht po mbahet që ai mos ishte në fushat elektorale, thjesht që zoti Rama gjithë këta e donin në burg, edhe për të justifikuar faktin që drejtësia jonë funksionon. Zaj zotit Meta nuk rëndon tashmë asnjë akuzë, pra nuk ka akuzë, mbahet po vetë po shkon 6 muaj mos gaboj, ka hyrë muajin e 6 që është në paraburgim pa marrë akoma në pyetje. Sot që ne flasim, është marrë në pyetje nga prokurori zoti Klapi vetëm për çështjen e lobimit në Shtetet e Bashkuara, për sa i përket çështjeve të tjera, të korrupsionit e kështu me radhë, ai nuk është marrë në pyetje akoma. Dhe prokuroria, nësa di unë, nuk ka bërë çdo 2 muaj, siç e parashikon neni 246.6, diligjenca 2 mujore, pra ta çoj çdo 2 muaj në gjykatë, që ti paraqes gjykatës çfarë ka bërë ai me hetimet dhe pse po e mban, pse duhet të vazhdojë masën e sigurimit arrest me burg, dhe prandaj them që ky është inkuzicion që po e bëhet zotit Meta, mos harrojmë, para javën e kaluar janë zgjatur hetime 2 muaj, 3 muaj edhe për zotin Ametaj, që cili është në Arrati, dhe nëse zoti Ametaj do ishte në Shqipëri, do ishte arrestuar, do ishte në kushtet e zotit Meta, do kishte 2 vite në paraburgim pa akuzë. Kjo është ajo gjë që vazhdoj të them, që drejtësia në Shqipëri është drejtësi inkuzitore. Dhe koha po më jep të drejtë, lere çfarë thot zoti Xhafa me komisionet bajate që bën dekor se ambasador Palaço aty që i më thon shqiptarëve që drejtësia në Shqipëri funksionon, si funksionon. Por në vendet e tyre, kështu funksionon drejtësia? Në vendet e tyre të atij ambasador që bën dekor i turpshëm i zotit Xhafa dje, po e keni parë dje në komision? Dhe ai komisioni është komisioni më antiligjor dhe më i turpshëm, që janë 90 ekspert marrin pagat. 90 ekspert ka i komisioni atje, ka 90 të punësuar dhe marrin pagat kot. Për çfarë i marrin ato? Kështu që kjo është sot drejtësia penale në Shqipëri, po ti futemi drejtësi civile pastaj, ajo është një dizastër më vete që donja 15 vite ti jesh me fat të përfundoj çështja, se mund të kthesh shkallëpar,
Po jemi të drejtësia penale. Drejtësia penale në Shqipëri sot është kthyer në inkuizicion, Gjoj. 99% të kërkesave të prokurorëve që shkojnë në SPAK janë kërkesa që pranohen nga gjykata, sepse bashkë me kërkesën shkon edhe numri i telefonit i përgjimeve që ju bëhet gjyqtarit dhe familjarëve gjyqtarit që i kërcënojnë prokurorët që mos i japin masa alternative përveç asaj në arrestit me burg. Prandaj them që Zoti Meta, të gjithë ata që janë në paraburgim sot dhe nuk janë me një akuzë, u bët inkuizicion, nuk ka rëndësi kush është. Nuk ka rëndësi personi ishi majtësh, i djathësh, i qëndrës e me qa bindje. Unë jam që drejtësia duhet të funksionoj me prova. Në momenti që i ke quar, a masën e arrestit do t'i shosh edhe akuzën. Ndryshe është drejtësi bolshevike. Ka që është, kjo është drejtësia. Kështu që ambasadorët që na dalin aty, krahët Zotit Xhafa, që edhe Zoti Xhafa është në hetim, e dini shumë mirë dhe juve, po hetohet edhe ai nga SPAK-u për pasurinë e kështu me radhë, dhe dalin na mbushin mendjen e shqiptarëve, sa të lumtur jeni ju mor shqiptar, që keni bërë këtë reformën drejtësi, do ishim të lumtur ta kishim dhe ne. Po mirë, ta marrin Altin Dumanin, ta marrin dhe prokurorët i çojnë në Itali nga janë këta edhe ta shikojmë drejtësinë. Kjo është drejtësia? Kjo është drejtësia dhe duhet të kuptojmë dhe diçka, Gjoj. E kam thënë dhe vazhdoj të them, drejtësia nuk është SPAK-u. Drejtësia është gjykatat. Nëse ne drejtësinë do ta shikojmë si SPAK-u dhe të vëmë mikrofonin qytetarëve të themi ja funksionon SPAK-u, shqiptarët janë popull inkuizitor, e kanë në aty në DNA-n e tyre, që duan gjak, duan inkuizicion. Duhet të bëni sondazhe, pjesë qytetarët, a marrin sot drejtësi penale, a është drejtësia penale, drejtësia një shtetit së drejtës, funksionon me i bazë shtetit së drejtës, këto janë ato që ne duhet të nxjerrim nga qytetarët, që jo të pyesim, punon SPAK-u, s'punon SPAK-u, a është i mirë se arrestohet një politikan, s'është i mirë, nuk janë këto pyetjet që bëhen. Pyetjet janë, pyesin avokatët dhe ta japim ne mendimin për prokurorët morë, që janë mediokër, janë të paaft, në kuptimin... Juve do thoni, jemi konflikt interesi. Jo, nuk e kam. Problemi që ndronë këtu që fakti që ti, mua më mban, klientin tim, 2 vite në paraburgim, pa akuz, pa asgjë, pa i komunikuar ati përse po rri aty, vetëm më fjellin atë mënyrën e tyre që kanë shablon, thonë, zgjatjen e timet, sepse i kemi komplekse. Po mirë, shikoj, gjykatësit e di si vendosin në Shqipëri, nën presionin e hetimit 6 mujor që kanë sankcionuar në ligj që prokurori çdo 6 muaj me me oficerët e BK-s hetojnë gjyqtarët dhe rrjethi familjar gjyqtarëve. Kush është ai gjyqtar që do marri masë ndryshe nga ajo që kërkon prokurori? Më thoni marr. Më thoni, po ka konflikt, mor, ka frikë. Ka frikë, sepse gjyqtarët, këta i kujtojnë gjyqtarit kushuririn që ai se një fare. Këta kanë hequr largona sistemi drejtësisë, e di se janë largona sistemi drejtësisë për kushurin që këta si njohin fare për kontakte të pa dëshirueshme, të pa përshtatshme, pa dëshirueshme kështu me radhë. Mënyra kështu janë larguar gjyqtarët dhe prokurorët. Jo për pastërtinë e figurës, as për pa aftësinë. Nuk janë larguar për faktin sepse ka patur kontakte, ka takuar atë shokun e klasës, ka takuar atë kushuririn, ka takuar atë shoqen e kështu me radhë dhe i ka larguar DSIK-ja, një institucion edhe ai në mënyrë të errët fare, siç ishte ajo agjencia e asaja, e informimit dosje sigurimit, që ja bëri Zotit Meta, e bëri dhe spiun. Kujtohet atere, u habit atere kryetari kuvendit, zonja Nikola mas sirat fikse ishte shokuar nga ajo që kishte zbuluar me anë të një emaili fake që ishat në Amerika. Pra tani do flasim serios tani, nuk janë seriozisione tona, Gjoj. Nuk janë serioze. Nuk merret prokuroria me budallëqe, me ideologjie. Prokuroria merret, thot, urdhë akuzën, ne bashkë shikojmë në gjyq le të vendos gjykata. Kaq, kjo është akuza në botën perëndimore. Në vende autokracisë si Shqipëria, normalisht merren mbaj aty sa të mbarojnë zgjedhjet, kaloi ajo, kaloi kjo, ja e morë Fredi Beleri, hoqi mandati, mbaron zgjedhjet, tak hop doli pastaj ikun punë vet. Ja kjo është Shqipëria sot, më çfarë them unë tani? Njerëzit nuk do ta kuptojnë, le mos ta kuptojnë, por ama kur u vetet e derë tyre vinë e kuptojnë, Gjoj. Sepse kur nazistët filluan reprezaljet Gjermani, ja bëni njerëzit, o mos e më erdhi mua, po unë s'isha ebre, o më erdhi mua se s'isha komunist, po më erdhi mua se s'isha sindikalist, kur i vajtën atit e dera, ngelën kështu, dhe punë e shqiptarëve sot kështu është, Gjoj. Ndërkohë, dhe një çështje se i takon arrestimeve të përfolura, është diskutuar shumë në midis të gazetarëve për emra të ndryshëm, së fundi patëm dhe GKK-on që kërkoi nga SPAK-u për të hetuar Olta Xhaçkën dhe bashkëshortin e saj. Çfarë të bëri përshtypje nga kjo kërkesë? Më bëri përshtypje, Gjoj, sinqerisht, e kam thënë dhe këtu në televizionin tuaj, më bëri përshtypje një gjë. Si ka mundësi marr? Arreston kryetarin e Bashkisë së Imarës për korrupsion pasiv.
për shpërdorim detyre. Dhe ti nuk arreston të korruptorin. Kjo është pyetja që bëhet. Nëse ti, korrupsioni bëhet në dy, bëhet korrupsioni aktiv dhe pasivi. Është si dy njerëz që dashurohen, është mashkulli dhe femra. Çfarë të them tani, si do t'ua bëjmë publik që sepse këta thonë korrupsioni pasiv, po ai që bën korrupsion aktiv, kush është? Po kush është pra? Ishte zonja Xhaçka apo ishte bashorti Xhaçkës? Pra kjo duhet të ishte hetuar. Jo spaku tani ndodhi edhe ditë që ndodh. Është pak më vështirë të provohet. Po pasivin si e provon? Si me vendimit. Jo, po pyet, po pra. Po shiko, korrupsioni është vepra penale shumë e vështirë për ta kapur ti flagrancë. Se ti nuk e kap dot kur ti jep parat atij tjetrit. Dhe korrupsioni kapet me anë të veprimeve të tyre. Nëse kryetari i bashkisë kishte bërë një veprim të kundërligjshëm, atëherë këtë veprim në funksion të kujt e kishte bërë? E kishte bërë në funksion të çiftit Xhaçka, të çiftit Gaci apo Xhaçka si e ka mbi emrin, kështu që përderisa ky kishte bërë këto veprimet, automatikisht ty të çojnë tek personi i cili ka përfituar nga veprimet e kryetarit të bashkisë. Dhe unë vazhdoj të them, nëse ka njeri në këtë rast, s'mund të flas, të njeri që nuk ka faj, është Zoti Goro. Dhe Zoti Goro dënohet dhe ata dy nuk merren në përgjegjësi penale fare. Po pra, sepse qytetarët të thonë, si ka mundësi, resorti atje u dha me lejen e kryeministrit. Le që kryeministri një nuk di ka gjë fare, se ati han kumllat pas krave, zi gjë fare. Kjo zonja ka qenë në mbledhjet të qeverisë. Dhe në mbledhjet të qeverisë u diskutua investitori strategjik, se zoti Rama nuk është vetëm kryetari i qeverisë, është edhe kryetari i Komitetit të Investimeve Strategjike. Po këta njerëz nuk i shikojnë si ka mundësi që prona atje, që ka qenë objekt edhe i kallëzimeve, edhe i denoncimeve, 12.000 metra, apo sa ishte më shumë nuk e di, nuk e ka dëgjuar kryeministri që ka probleme. Si ka mundësi që kryeministri në këtë vend kontrollon edhe të mbathjet çanuri i kanë gratë dhe burrat e PS-s. Dhe nuk dika apo gjithë shqiptarëve dhe nuk dika që ajo prona atje që nga me dokumenta falso, kryetari i bashkisë aty e këtu. Kjo është historia. Pastaj hajde flasim, diskutojmë, pastaj ka faj, nuk ka faj. Unë nuk them që zota Xhaçka ka faj. Nuk mund të ta them këtë se jam avokat, sepse është prezumim me pafajësisë. Por ama duhet të ishte hetuar dhe të shikonim sa ishte fajësia e saj. Mund të edhe pa fajshme gjatë hetimit, po ti duhet ta regjistroje si person në hetim. Ti duhet ta kishe marrë në përgjegjësi penale. Le pastaj ta nxirte gjykata të pafajshme, atë shikon gjykata fajësinë. Mos harrojmë, ore për çfarë zoti Berisha sot Për sot zoti Berisha për çfarë është? Zoti Maltezi për çfarë është në përgjegjësi penale? Sepse ka marrë pronën e tij dhe ka zhvilluar. Ndërsa Olta Xhaçka, me gjithë bashorti ka marrë pronën e vjedhur, do bëte resort e s'pas ka faj. Po tani drejt që ta marri po pse me 2 standarde s'paku? Kjo është ajo që themon drejtësia me 2 standarde. Ose zoti Beqja ju desh gjykatës që të vërtetonte që zoti Beqja ishte pjesë e këtij grupimi të cilit unë nuk e di i strukturuar, nuk është i strukturuar, se nuk kam dosjet. Por paktën hetoje, nuk po thot njeri që ti dënoje, se s'paku nuk dënon, i dënon gjykata. Por ama ti ke detyrimin ligjor që ta hetosh çështjen. Jo mos ta regjistrosh fare, për çfarë thirrë zonjë Xhaçka ti 3 herë në atë, në SPAK. Për çfarë e thirrë? Për ta parë sa e bukur ishte? Për çfarë e thirrë bashortin e saj? E thirrë që ajo të jepte shpjegime lidhur me mbledhjen e qeverisë, me ndikimin e saj që ka pat aty, ka firmosur, s'ka firmosur, kë ka takuar, kë ka pas kontakte, e kështu me radhë. Po ky është, po si ka mundësi që marrin investitor strategjik në këtë vend bën o miqtë e Ramës, o kushurinë e Ramës, o shokët e Ramës, o të gjithë njerëzit e qeverisë. Si ka mundësi drejt që ta marri? Ka mund toka o gjoj pafundur, kam sot. Nuk më jep njeri vata te është bëreja për të marrë 300.000 euro, kërkova 300.000 euro se do bëja një zhvillim te prona ime dhe nuk më dhanë ose donin 30%. Donin 30% në vitin 2020-2021 atëre. Nuk më dhanë. Qa ti bëja unë tani? Unë i thash, unë nuk mund t'jap ty, si të bëjesha pjesë e korrupsionit unë? Se më thanë, ikte filan zyrë atje, fol me atë dhe hajde të marrësh ti atë. Nuk e bëj dot më vëlla. Dhe investitor strategjik, që ta marrësh atë, duhet veshte zyrat atje, të bësh projektin dhe pastaj ajo zyra ku bën ti projektin, ta kalon direkt atje dhe me lejen e asaj. Unë nuk e bëj dot këtë formën, se unë kam tokat e mia dhe nuk kam pse ti ndaj me njerëzit. Kjo është thelbi i gjës. Këta vjedhin tokat, bëjnë atë dhe vi pastaj na flasin që s'kan faj. Unë nuk kam faj, unë nuk jam kundër kapitalizmit. Po jo ti të marrësh tokën e tjetrit, t'ia grabisësh tokën tjetrit me VKM, se kjo është grabitje me ligj e tokës tjetrit. Është grabitje me ligj, me dhunën e ligjit.
Dhe ti tani vete investon atje, po dalmor, ai nëse ka bizneset, ka para, ka kapitale, të shkoj atje, të diskutoj me pronarin, të bet bashkëpronar apo ti jap parat ati ta blej, pse do ta marr me mënyra ekstraligjore. Sot po bet nami në Myzeqe të Fierit, sot në Myzeqe po bet nami, po jep Belinda Balluku, po jep pa fund leje atje për investitor strategjik, po japin pa fund. Edhe askush nuk merret me këtë, po dalët ato toka kanë pronar Në Agjencinë e Trajtimit pronare sot që ne flasim, janë 30-40.000 dosje për shqyrtim. Dhe ato dosje kanë ato tokat atje që ky jep investitor strategjik. Prandaj them që është për të hetuar, jo rasti gjashka, por të gjithë rastet e investitorëve strategjik në Shqipëri. Nuk jam kundër kapitalizmit dhe zhvillimit, por ama jam kundër që ti në një anonim, në një vetëm se ti lëpini, bën lëpirje në mëngjesi në darkë kryeministrit, ai me VKM ty t'jep tokën time, t'jep magazinat e mia, t'jep çfarë them unë, edhe ti ndërton edhe të tjerë të rishikojnë tyja. Ja, kjo është historia sot. Avokat, dhe një pyetje të fundit. Ka patur një 15 vjeçar nga Vlora i cili ka hakeruar disa emaile të institucioneve shtetërore, vetëm 15 vjeçar, dhe në këtë drejtim si e sheh ngjarje dhe se dyti çfarë rrezikon? Ka ndodhur disa kohë më parë, një është arrestuar një djalë në Fieri që ishte një gjeni në fusha e informatikës e kibernetikës, sepse kishin vjedhur miliona euro në 600 apo 900 mos gaboj banka në të gjithë botën. Ishte një rrjet i tërë ky ku transferoni shumë të vogla që mos të kapeshin 50-100 euro dhe çdo ditë ato krijuan nuk e di sa milion euro. Kështu që të rinjt sot kanë mundësit që ta kerojnë, por mos harrojmë diçka tjetër, që janë shumë vulnerabile institucionet shqiptare në pikpamja e mbrojtjes nga sulmet kibernetike. Dhe për mua gjithë këtë e ka Akshi. Akshi është përgjegjësi kryesor që lejon, sepse të gjitha këto institucione të gjitha kontrollojnë Akshi. Dhe Akshi është institucioni kryesor, pra institucioni që ka përgjegjësinë kryesore që ndërhyjnë dhe futen nëpër institucione nga jashtë. Nuk është se nuk ka ndodhur, se ka ndodhur dhe SBA që ndërhyjnë sulmet kibernetike sot janë në mod, por duke ditur që sulmet kibernetike mund të shkatërrohen dhe të kalojnë në til të gjithë institucionet, ti duhet të marrësh masa. Dhe masat e dikush janë, po flisja me një që është i thelluar në këtë fushë, thoshte, çdo institucion duhet të ketë internetin e vet. Mos marr internet nga jashtë andej këtej. Duke patur ciklet e internetit të mbyllur, është shumë e vështirë që ti ta hakerosh. Nëse ky televizioni këtu e ka internetin e vet këtu, e ka të vetin, është shumë vështirë nga jashtë të futet te ky internet për të kontrolluar dhe për të marrë materiale. Prandaj institucionet tona varen gjitha në Akshi dhe duke qenë që Akshi është shumë vulnerabil, e ka treguar me kohë, atëherë të gjithë kanë mundësinë që të hakerojnë. Sot të rinjt merren me këtë gjë, sepse është ajo dëshira e tyre për të zbuluar, për të kërkuar, njerëzit duke kërkuar dhe kot aty janë futur pa dashur edhe në institucionet, janë futur edhe në Pentagon, jo më në institucionet që është shumë e sigurt, jo më në institucionet shqiptare. Shumë si i mitur? Shiko, problemi është, ka qenë qëllimi ti për të futur, apo ai aty është futur pa dashur. Pra, duhet të hetuar si ka qenë mënyra e futjes së tij. Se thash njerë, ti mund të jesh duke çatuar, duke klikuar dhe pa dashur të është hapur ajo kanali për të patur akses të një institucioni caktuar. Prandaj them që kërkohet një punë hetimore, ka qenë dëshirë e tij, e ka shtytur dikush, shiko, unë do i futem këtij institucioni që të marrë informacionet. Prandaj them që do të parë rast pas rasti. Okej. Avokat, shumë faleminderit që ishte. Faleminderit juve xhaj. Mirë, shkojmë publicitet, kthehemi pas pak.